Video tronditëse. 6 burra këndojnë këngë pak para se të ekzekutohen. Froni i Tiranit do të shkatrohet. Duke kënduar drejt vdekjes, momentet e fundit të 6 iranianëve të ekzekutuar. Froni i Tiranit do të shkatrohet. Duke kënduar. Iranianët e ekzekutuar nga regjimi i mullahëve. Një video prekse e publikuar nga burgu Kezel e Hesar i Iranit, momentet e fundit të 6 të burgosurve politik, antar të organizatës popullore Mujahidine të Iranit, të cilët kënduan një këngë rezistence para se të ekzekutoheshin. Videoja, e cila arriti të kapërcej barierat e censurës, tregon rezistencën dhe dinjitetin njerëzor të atyre që, edhe përballë vdekjes, ngritën zërin e tyre në protest kundër tiranisë. Këto momente nuk janë vetëm historia e një ekzekutimi, por dëshmia publike dhe njerëzore për rezistencën e të burgosurve, të cilët edhe në prag të varjes i përcollën mesazhin e tyre të pathyeshëm shoqërisë iraniane dhe opinionit publik botror. Videoja është bërë virale në nivel global dhe ka marrë miliona shikime. Mediat ndërkombëtare si France Televisions, New York Post, Guardian, Sun, Times, Sky News Australia dhe Voice of America kanë mbuluar gjithashtu ngjarjen, duke shkruar për letrat, videot, akuzat politike, torturat, gjyqjet e padrejta dhe një valë të re ekzekutimesh në Iran. Ky mbulim mediatik tregon se regjimi iranian po përpiqet të krijojë frikë përmes ekzekutimeve, por këta të burgosur politik, me këngën e tyre, e kanë globalizuar mesazhin e lirisë dhe rezistencës. Froni i Tiranit do të bjerë. Ai që ju sfidon, qëndron para jush, i zbutur nga zjarri. Unë jam besimi. Unë jam rebelimi. Unë qëndroj me bindje të fortë. Jam betuar me gjakun tim se tirania do të bjerë. Është një nga fragmentet e kënduara nga 6 të burgosurit politik para ekzekutimit. Video thuhet se është filmuar në javën e fundit të shkurtit, me burrat e identifikuar si Vahid Banjamerian, Babak Alipur, Abul Hasan Montazer, Puja Gobadi, Akbar Danesh Varkar dhe Muhammed Tagavi. Krahas mediave ndërkombëtare, edhe mediat shqiptare i kanë bërë jehon kësaj ngjarje tronditëse. Portale dhe media në gjuhën shqipe, si Pamfleti, Piranjat dhe Alp Spirit, kanë pasqyruar videon dhe momentet e fundit të 6 të burgosurve politik iranian, duke e përcjellë tek opinioni publik shqiptar si një dëshmi të rrallë të guximit, dinjitetit dhe rezistencës njerëzore përballë makinerisë së ekzekutimit të regjimit iranian.